pra të Ukrainës dhe të Rusisë. Sepse ne pam që brenda një periudhe shumë të shkurtër kohore, ku Shtetet Bashkuara të Amerikës pezulluan ofrimin e inteligjencës për Ukrainën, ne pam se çfarë arriti të bënte Rusia brenda Ukrainës apo jo. E drejtë. Tani ata i kanë rivendosur dhënien e inteligjencës Shtetet Bashkuara të Amerikës sipas deklaratës fundit të presidentit Trump, por ishte një tregues se sa e ekspozuar është Ukraina pa ndihmën e Shtetit Bashkuara të Amerikës edhe në pikpamje të inteligjencës ushtarake që ofrohet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe besoj që Ukraina ka filluar ta ndjejë domosdoshmërinë e uljes në negociata, plus që ka filluar të ketë edhe reagime të brendshme në Ukrainë që po trysnojnë drejt uljes së Ukrainës në bisedime. Gjithashtu një deklaratë tjetër vjen dhe nga sekretari i Amerikan i shtetit, nga sekretari i Departamentit Amerikan të shtetit, zoti Marco Rubio, i cili më në fund merr vendimin dhe deklaron që 83% e programeve të USAID do të mbyllen dhe vetëm 17% e tyre do vazhdojnë të jenë efikase dhe të jenë të përdorura, ndërkohë që ato do të menaxhojnë dhe do shikojnë që të gjitha nga Departamenti Amerikan i shtetit. Ai gjithashtu falenderoi dhe zotin Elon Musk dhe Dodge në lidhje me efikasitetin në vëzhgimin e këtyre shpenzimeve dhe këtij programi. Si e shikon këtë? Si lajm i mirë apo një lajm i keq për Europën e konkretisht për ne shqiptarët mentor? Dhe për impaktin që ka pasur USAID-i? Është shumë komplekse me thënë drejtën, sepse USAID tani më është pjesë e historisë, nuk ekziston. Dhe natyrisht që ndihma e huaj si mekanizëm për të mbështetur vendet e pazhvilluara, vendet në zhvillim, në princip dhe në parim nuk është diçka e gabuar, është një formë e filantropizmit të vendeve të zhvilluara dhe një detyrimi moral që ata ndjejnë për pjesën tjetër të botës që është e pazhvilluar. Në këtë pikpamje, ndihma e huaj është në të gjitha pikpamjet morale, humanitare është e nevojshme. Por kur ndihma e huaj pastaj fillon të përdoret si një armë politike, instrumentalizohet, ideologjizohet, atëherë pastaj kjo nuk i shërben më qëllimit. Dhe kam përshtypjen që ashtu siç kanë gjetur edhe vetë amerikanët, Elon Musk, po ashtu edhe komitetet tjera që merren me hetimin e ndihmës huaj amerikane, një pjesë e madhe e ndihmës së huaj të kanalizuar nëpërmjet USAID-it ka shërbyer si një instrument politik. Dhe jo vetëm politik, por ideologjik, dhe kjo është akoma më e keqe. Dhe besoj që edhe në Shqipëri ne kemi pas shfaqje të kësaj problematike dhe nuk duhet të fshihemi mbas gishtit. Dhe duhet i themi këto gjëra. Besoj që një pjesë e mirë e ndihmës kanalizuar nga USAID në Shqipëri ka kontribuar në zhbalancimin e sistemit politik në vendin tonë, në favor të së majtës, sepse gjithmonë kjo ndihmë ka shkuar në favor të së majtës dhe ka krijuar një zhbalancim i cili nuk i shërben demokracisë në fundit. Prandaj dhe në këtë pikpamje besoj ky është një lajm i cili nuk duhet na shqetësoj, përkundrazi është një lajm që duhet na gëzoj. Por nga ana tjetër, ndihma e dhënë nga amerikanët mund të krijojë një vakum i cili nuk është një vakum pozitiv, sepse shumë prej ndihmave janë përdorur, besoj një ndihma e përdorur për infrastrukturën e spakut, infrastrukturën e hetimore të përgjimeve kështu me radhë. Kto janë element të rëndësishëm dhe pozitiv, nuk janë diçka e keqe apo jo. Ndihma e dhënë në emancipimin e grave, përmirësimin e pjesëmarrjes publike të grave pra në jetën publike. Këto janë të gjitha pozitive, por egzagjerimi, ekstremizmi, radikalizmi ideologjik në përdorimin e këtyre fondeve, besoj ka hedhur hije, dyshimi edhe mbi të gjithë aspektin e mirë që kanë patur këto fonde nga USAID. Shumë e drejtë dhe saktë. Pyetja e fundit, mentor, dua ta aktualizoj pak në lidhje me realitetin në
politikën shqiptare. Këtë fundjavë kemi parë deklaratat e kryeministrit Rama, i cili tashmë deklaron, Altin Dumani thotë është njëri i ndershëm, është një prokuror model, qeveria jonë pra ndryshon qëndrimin e tij prapë në raport me SPAK-un, thotë do e mbështesë SPAK-un dhe nuk do anatemoj asnjë vendim të tij, dhe për më tepër thotë ne prandaj bëjmë këtë reformë që të kishim një institucion të pavarur, i cili zbaton ligjin dhe që nuk pyet se cili subjekt ka përpara, pikërisht si SPAK-u. Kjo ka qenë detyra jonë, ndërkohë që para një muaji deklaroi që mandati i tretë ishte reforma në drejtësi dhe mandati i katërt do jetë demokratizimi i institucioneve të drejtësisë. Kemi një inkoherencë këtu. Dhe deklarata tjetër mentor, në cilën dua gjithashtu i mendimin tënd, është që në listat e Partisë Socialiste për deputet, ata që kanë qenë njëherë deputet ose më shumë, do jenë që të gjithë tek lista e hapur. Në listën e mbyllur do jenë vetëm kandidatët që garojnë për herë të parë për deputet dhe flitet që vetë zoti Rama nuk do jetë fare në listat për deputet. Si shikoni këto dy qëndrimet e tij? Në fakt, unë nuk jam ndonjë ndjekës shumë i vëmendshëm i zhvillimeve brendshme politike, por gjithsesi po përpiqem që të ofroj një përgjigje. Në rastin e parë, në rastin më të mirë është një qëndrim elektoral. Pra, në pikpamjen që të gjitha sondazhet tregojnë që SPAK-u ka një mbështetje shumë të madhe nga ana e popullit shqiptar, apo jo? Po. Nga qytetarët shqiptar. Deri përqindja gati 67%. Dhe ne gjendemi përballë zgjedhjeve në fare pak muaj. Po. Në këtë pikpamje, sulmi ndaj SPAK-ut do të ishte një lloj vetvrasje politike, apo jo? Po. Sepse do të minonte aftësinë elektorale të Partisë Socialiste në zgjedhje. Ky është rasti më i mirë, nëse Rama ka ndryshuar mendje për këtë. Por unë nuk jam i prirë ta besoj këtë, sepse këto sondazhe Rama i ka pas edhe përpara se të fillonte sulmet ndaj SPAK-ut. Po. Pra nuk besoj që kjo do ishte arsyeja. Dhe kjo krijon hije të forta dyshimi se çfarë fshihet mbas kësaj. Pra, ishte thjesht një sulm frontal i Ramës për SPAK-un për t'i treguar vijën e kuqe, që maksimumi që mund të mbrini është Erion Velia dhe ju nuk kaloni dot për te kësaj vije të kuqe, apo janë mesazhe të tjera që fshihen nga mbrapa për të cilën unë nuk jam i aftë që të jap ndonjë opinion sepse nuk kam informacion. Base mund të keni raport edhe me deklaratat e zotit Berisha, sepse zoti Berisha në emisionin Zonë e Lirë u pyet në raport me SPAK-un, mentor, dhe u tha, çfarë qëndrimi do mbash? Do bashkosh votat me Ramën për ta mbyllur SPAK-un, sepse dihet që në Shqipëri nuk merr mazhorancë të cilësuar, me atë të paktën që flasin e sondazhet, po edhe që është parë në precedentet historik ku janë mbajtur zgjedhje normale, që të arrijë masën 85 deputet, por gjithashtu as nuk e mbështet SPAK-un dhe zoti Berisha u shpreh që një vetëm gjë kam sigurt që votat nuk i bashkojnë me Edi Ramën. Kështu që mendoj që mund të ketë qenë edhe indikuar për shkak të qëndrimeve publike që mban zoti Berisha, që thotë midis dy të këshillave, për mua u zgjedh të mbështes SPAK-un dhe mos bashkoj votat me Ramën për të mbyllur SPAK-un. Dhe ai nga ana tjetër do të luajë rolin e mbështetësit të SPAK-ut. Dhe e merr dhe si merit të tij që jemi ne që dham thotë të vullnet të lirë. Në zbatimin e ligjit. Nuk besoj që është kaq do ishte gjë e mirë të ishte kaq evidente dhe kaq e thjeshtë. Besoj që shkon përtej kësaj, pra shkon përtej aspektit elektoral, shkon përtej lojës politike ndërmjet dy liderëve, pra Berisha dhe Rama, dhe lidhet me çështje të cilat ne nuk kemi akses dhe që lidhen me hetimet, besoj që lidhen kryesisht me hetimet nga ana e SPAK-ut. Të qartë. Po në raport me qëndrimin e Ramës për listat, cili është mendimi juaj dhe po të krahasojmë që ndërkohë Partia Demokratike, ata që kanë qenë jo